Kalaja e Lezhës është kthyer këtë shtunë në një hapësirë feste të argëtimit për Ditën e Qytetarëve që u bashkuan aktivitete organizuar me rastin e ditës së verës. Atmosfera festive u shoqërua me këngë, valë tradicionale, piktura dhe lojë ndryshme për fëmijë, duke krijuar një ambient të gjallë për të gjithë pjesëmarrësit. Ne kemi improvisuar në ambient të kalas, performuan grupet artistike dhe fëmijët e qendrës kulturore të fëmijëve, të cilët sot një program të larmishëm që u ndoq me interes nga të pranishmit. Sipas organizatorëve, kjo festë po kthehet çdo vit një aktivitet të përhershëm për Lezhën, duke mbledhur bashkë familje dhe të rinj për të shënuar ardhin e pranverës. Siç është bërë tradit, Dita e Verës organizohet edhe në qytetin e Lezhës nga Bashkia Lezhë. Qendra Kulturore e Fëmijëve në bashkëpunim me Pallatin e Kulturës kanë organizuar aktivitete të ndryshme, siç janë këngë, valle, lojra sportive, animator, piktura në fytyrat të fëmijëve. Kjo ditë është shumë e rëndësishme për ne, pasi na sjell pranverën dhe fëmijët janë shumë të lumtur. Është kënaqësi e veçantë që sot shohim këtu në Kalon e Lezhës një festë të mrekullueshme organizuar nga Qendra Kulturore bashkë me drejtorin e Pallatit Kulturës dhe Bashkinë. Dhe me thënë të drejtën, është bë e përvjetshme kjo festë dhe është skenari për Lezhën që në Kalon e Lezhës bën organizime të tilla. Aktivitetet organizuar nga Bashkia Lezhë vijuan për disa orë, ndërsa fëmijët ishin ata që shijuan më shumë festen përmes lojrave dhe aktivitete ndryshme të zhvilluara gjatë gjithë paraditës.